dhe nuk është folur në mediat, është që martesa që është bërë në Venecia është ceremonia, sepse martesa e mirëfillt kam informacione që t'jetë bërë rreth 1 muaj përpara në Amerikë, dhe kjo ka dhe kuptim, sepse nga ana ligjore, aty ku bëhet martesa civile, aty aplikohet dhe ligji për të rregulluar konditat e martesës. Dhe kam dijeni gjithashtu që ata kanë bërë një kontratë premartesore ku kanë rregulluar të gjitha interesat e tyre. Faktikisht i kanë lënë pasuritë të dyve jashtë martesës dhe jashtë çdo mosmarrëveshje të ardhshme, të mundshme, sepse mos harrojmë që edhe vetë zonja Sanchez është një gazetar me famë dhe ka bestseller vetë, ka pasur një pasuri normalisht jo si ajo e Bezos, por një pasuri të majshme dhe kanë vendosur që pasuritë i lënë të ndara edhe pas martesës. Kështu që martesa e mirëfillt civile është bërë jo në Itali, sepse ato nuk kanë kërkuar autorizim e qeveritit civil të bëhet në Itali, por me shumë gjasa është bërë 1 muaj ose 2 muaj përpara në Amerikë, aty ku do aplikohet edhe ligji për të rregulluar martesën e të dyve, aty ku është regjistruar edhe kontrata premartesore, sepse mos harrojmë që në Itali kontratat premartesore nuk janë të lejuara, vetëm ligji mund të rregullojë. Kështu që te këto kontrata zakonisht përveç pasurisë, persona të rëndësishëm rregullojnë edhe aspekte të tjera që janë kurioze, si për shembull takimet sa herë duhet të takojnë në muaj domosdoshmërisht, sa kohë duhet i dedikojnë njëri tjetrit, vend zakonisht disa penalitete në rast tradhtie, rregullojnë se kush do të jetë shuma në rast tradhtie etj, apo sa herë do t'i dedikojnë minimalisht kohë fëmijëve etj nga më të larmishmet. Pra zotëri Doraci po thoni se pasuritë e tyre paraprake janë ngrirë dhe kanë filluar nga zero me martesë. Fillojnë nga zero dhe në marrëveshjen martesore futen domethënë pasuritë që të dy do të formojnë pas martesës. Sepse është martesa e tyre dytë, secili është martuar nga një herë, tash është hera e dytë, kështu që ka luajtur ndoshta rol kjo që të dojnë me një herë pasurinë dhe ajo që kanë fitu deri tash, mbetet gjithmonë e tyre dhe ajo që pasurinë që bojnë tash e ndojnë ashta mes vete? Pikërisht, mos harrojmë që Bezos, divorci i parë ka qenë divorci më i shtrenjtë të gjitha kohërave. Kështu që me siguri mendoj që kjo e ka bërë të mendoj, megjithëse në Amerikë është mbushur mend. Shumë e zakonshme. Shumë e zakonshme, sidomos me persona të famshëm që të rregullojnë konditat e martesës, por jo vetëm konditat e martesës, sepse kjo edhe mund kuptohet, por konditat e mosmarrëveshjes së martesës. Si do rregullohen, kush do jenë detyrimet e palëve në rast shkelje të kontratës premartesore etj. Kështu që edhe në këtë rast me siguri edhe divorci më parshëm me siguri ka influencuar. Është mbushur mend. Agnesa, çfarë mendon? A është mirë një vendim i duhur ky që i kanë ngrirë pasuritë paraprake dhe po fillon nga zero që të dy? Faktikisht po ndajmë pak te divorci më parshëm, sepse të dytë kanë qenë në një lidhje edhe sa kanë qenë të martuar me partnerët e tyre. Pra prej 2016-ës edhe sa kanë qenë të dytë martuar, kanë qenë në lidhje me njëri tjetrin. Edhe kjo faktikisht ka qenë një tradhti që ju kanë bo partnerve të tyre. Edhe në vitin 2019, kur janë në ndo, pastaj e kanë bo dhe publike lidhje në tyre. Shtu që normal që janë bush mend, sepse edhe po ashtu e dëgjova që ishte një penalitet sa i përket nëse tradhtojnë njëri tjetrin, apo? Edhe këtu që kanë mbushur mend, sepse po mendoj që rregullin e parë që kanë shkru ka qenë kë, sepse duke di që të dytë i kanë tradhtuar partnerët e tyre për njëri tjetrin, atëherë normal që nuk dojnë me ndodhë një gjë tjetër e tillë. Këta janë të aku gjatë i bashkëpunimi që e ka pas zonja në fjallë është edhe pilote, edhe kompania ku zotnia është aksionar, kanë pas një bashkëpunim, edhe dytë kanë qenë martesat lumtura për publikun. Mandej mediat kanë qenë shumë kurioze për lidhjen e tëne, edhe besoj që jo jënë mushmen, po mdo këtë që
jena në diskutime, a është strategji që kjo, asë është strategji, a është mësimi mirë, a është mësimi keqë, se pavarësisht që ata fillojnë prej zerës, thashaj në sekonda, fiton një pasuri të jashtëzakonshme, kështu që po urajt mos ndahen, urajt që... Edhe një divorc ka që shtrejnët, nuk sholla në anasë. Zotri Doraci, pasi jeni në Itali, keni ndonjë informacion se a ka qenë ndonjë shqiptar në dasmën e Bezos? Jo, me sa kam informacione, nuk di të ketë qenë ndonjë shqiptar në martesën, kanë qenë shumë të ftuar faktikisht, kanë arritur vetëm 90 deri 100 fluturime private për gjithë personat, një organizim masiv. Disa për personave edhe është marrë vesh në momentin e fundit që kanë qenë të ftuar, dhe me thënë është koncentruar vëmendja më tepër tek personat më të famshëm që kanë qenë prezent, apo tek jet seti më i njohur për gjithë personat anë mban botës. Që t'i shtoj edhe një detaj asaj që tha e ftuara pak më parë në studio, ato ishin të detyruar, është e vërtet që lindi me një tradhti që zgjati 6 vjet prej tyre dhe ishin të detyruar ta bënin të hapur lidhjen e tyre, sepse pati një event shumë kurios ku vëllai i zonjës Sanchez kërkoi të shiste dhe të kërcënonte Bezos, duke i kërkuar shumë aparash, që do të shiste bisedat e tyre dhe fotot e tyre dhe videot e tyre, dhe Bezos nuk pranoi që të shantazhohesh dhe vendosi që ta bëj të hapur lidhjen e tyre. Dhe të gjitha këto kontradikta dhe të gjitha këto telenovela që kanë qenë dhe në lidhjen e tyre, ndoshta kanë ndikuar edhe në përpilimin e kontratës premartesore me shumë detaje, domethënë. Një tradhti në mes e tillë mund të ketë qenë arsyeja që divorci i Bezos ka qenë aq i shtrenjtë? Okej, normalisht po, domethënë tradhtia influencon nga ana ligjore se kujt do t'i vihet faji për divorcin dhe mbi atë person pasaj lindin detyrimet. Por që shuma e madhe varet nga pasuria e tij, sepse normalisht proporcionohet gjithmonë penaliteti i divorcit kur ja debitohet në bazë të shumave që ka. Domethënë, në atë moment ai ishte personi më i pasur në botë dhe normalisht nuk mund të ishte e njëjta shumë si i një metal mekaniku që punonte për ditë me një rrogë fikse. Kështu që normalisht shuma e majme ishte thjesht e proporcionuar me të ardhurat e tij dhe me pasurinë e tij të përgjithshme. Zoti Doraci, në rast se edhe në këtë martesë që sapo u kurorëzua ndodh një divorc, si bëhet ndarja e pasurisë? Atëherë, varet çfarë konditash kanë parashikuar te kontrata premartesore. Kontrata premartesore parashikon shumë detaje, siç ju thash. Shumica e këtyre janë top secret, nuk dihen, por që me siguri